Miq të Original Podcast, sot jemi në qytetin e bukur të Lezhës, në Shëngjin, në të vendi që është shumë i famshëm për pamjen. Jemi me Leardo Bitraj, një 27 vjeçar nga Laçi, që jeton në Shënkoll. Faktikisht unë Leon e kam mik, e kam shok, por Leo është vetë ftuar në emision, edhe jam i bindur që do të jetë një bashkëbisedim shumë i bukur dhe i këndshëm. Leo, shumë faleminderit që erdhe dhe shpreh dëshirën për të marrë pjesë në podcast me mua. Gëni, të falenderoj ty. Ne dy jemi mish, e the edhe pak para. Po këtu është një vend që më kujton para ca muajsh që kemi bërë një klip. Edhe ishte me të vërtet emocion. Edhe kjo pjesë është më kujton pjesën e klipit prapë se prapë. Edhe ky bashkëbisedimi që do bëjmë bashkë, më duket sikur po pim kafe apo bëjmë podcast. Ajo është. Edhe kjo është ajo që nesia që bisedoj lirshëm se në intervista të tjera apo kudo që kemi shku normal që ka cikletin, po me ty është diçka komplet tjetër. Kështu që kënaqësia është e imja gjitha. Leardo, unë do t'i referohem Leo, se unë e kam shok dhe nuk di ti thras Leardo. Leo është këngëtar. Një këngëtar i ri, në mosh, jo në profesion, se i ka disa vite që këton. Nuk jemi këtu për t'i bërë reklama Leo sa i s'ka nevojë, se është shumë i mirë, por Leo mendon që ka një histori shumë bukur. Dhe unë them që historia është shumë e bukur. Jeta e vet. Nuk do t'i referohemi me fjalë të mëdha, me fjalë të ëndra. Leo, na bën një prezantim për gjithë shikuesit, ku je lindur, ku je rritur, pastaj të hyjmë edhe në temë. Atëherë, unë qom Leardo Bitraj, 27 vjeç, lindur në Laç, rritur në Shënkoll të Lezhës. Një djalë me ëndra të mëdha, por mundësitë e dobta nuk na kanë dhënë atë prioritetin që duhet. Por me nimin e Zotit dhe Zotin përpara, besoj që do arrisim qëllimin një ditë. Unë ja them gjithmonë gjithë njerëzve që merren me art në fakt që do ta shohësh një çik edhe veten me sytë të tjetrit, se nuk ka drim sot artist që thotë e arrit atë që duhet dhe jam mirë, sidomos moshë e. Kështu që për mua je goxha mirë dhe mos thuaj që nuk e arritëm, por je në rrugën e mbar. Leo, ti e di shumë mirë si gjithë tjerët që unë jam pa skript. Është bashkëbisedim shumë i hapur. Patjetër. Edhe duke ar rrugës të pyeta edhe çfarë do që të flas, çfarë do që mos flas, duke qenë se unë i di gjërat personale. Edhe më the, thuaj çfarë dush. Tash unë du di nga ti pak a shumë ku ke bërë shkollën, për të tjerat, unë e di, po ta tregoj tjerë. Ku ke bërë shkollën? Ke emigru, ke ecë përpara? Atëherë unë shkollën e kam mbaruar në Shënkoll. Do të thënë nisën edhe nga kopshti, edhe në 9 vjeçarin edhe shkollën e mesme aty. Pastaj më shkollë të lartë kështu nuk kemi vazhdu. Po si pas na pak emocione buri edhe pse në podcast prapë se edhe pse jemi miq, kemi pak emocione. Jo, bën kamera me pas emocione. Edhe pasi kam marrë shkollën e mesme, normal që kam kërkuar që të ndjek punën. Po ndoshta kesh përdorimi i rinis nuk më ka lënë me investu aty ku është dash për të investuar, për arsye sepse mundësitë e dobta nuk na kanë dhënë kënaqësinë që kemi dashur. Edhe në moment që kemi pas një lek në dorë, ose atë mundësi nuk e kemi përdor, po e kemi keq përdor. Dhe shpresoj që dikush që do ta shohë këtë podcast mos ta bëhet njëjtin gabim si unë, sepse do jetë gjëja më e keqe. Mos ta bëjnë qefin para investimit. Nëse do investosh diçka me mend dhe do ecësh me një plan, besoj se do jetë koha që do kesh sa dush për të bërë shef dhe për të shiju çdo moment që ti thuaj jo, po nuk do ta arris kurrë. Dhe si thash, keq përdorimi i mundësive në moshë të re është gabimi më i madh. Sepse nëse ne nuk përdorim atë mundësinë e vogël që na jepet dhe ndjekim ëndrrën tonë akoma pa dalë një jetë mirë, është gabimi më i madh që mund ta bëjë dikush. Sepse ne si ti si unë besoj jemi rrit me shumë halle. Patjetër. Kemi pas nevojë për i xhuk të ri, për i palë atletet të reja, ose kemi pa një top ai telefona, diçka që ndoshta na ka pëlqyer dhe ne atë lek e kemi shpenzuar direkt për diçka që mund të ishte shumë e pavlerë për ne. Thjesht vetëm se është diçka e bukur. Dhe ky është gabimi më i madh që mund ta bëjë dikush. Unë po të kisha investuar me muzikën për atë shkollë, domethënë që unë kam në punë, sot do isha shumë më lart që jam tani. Shiko, gjëja më e mirë që njeriu ka është kur vetë reflekton. Domethënë kupton gabimet e shkuarës dhe nuk i përsërit, po ama vlera më e madhe është edhe kur mundohesh t'ia tregosh dikujt që mos bëj një gabim. Kjo që ti po bën tani. Domethënë unë duke qenë se të njoh edhe e di se vlerat që ke, e di shumë mirë mendimet që ke, shpirtin që ke. Po gjëja më me vlerë
mendoj unë që vitet e fundit, unë e të dy, ti bashkë kemi bërë, është kjo që ti transmetosh dikujt dhe siç e the edhe pak më para që mos ta bëjnë gabimin që kanë bërë. Tani ti hyn pak si thua pak më detaje se normalisht njerëzit bëhen dhe më kurioz. Unë e di që ti ke qenë emigrim. Po. Ke qenë në Itali, edhe kështu. Du të ma përshkruash pak këto, edhe ato vujtjet, edhe ato gjëra që po më thoje mu rrugës gabimet nuk ka nevojë me më tregu gabimet. Thjesht, domethënë, si ta mendosh ti? Nuk ka probleme me pjesë sepse përderisa jemi këtu, jemi për një bashkëbisedim. Atëherë gen si çdo i ri dhe unë edhe shumë djem nanash që kanë ikë në emigrim, gjithmonë kanë ikë për një jetë më të mirë. Por shumë pak e kanë zgjedhur jetesën e mirë atje. Sepse askush kur e merr një rrugë nuk e mendon vujtin që do has atje. Apo kudo që të jetë. Do llogarisë vetëm fitimin. Edhe nëse dikush më ka thënë mua se do të thotë ty hajde gen se do bësh këtë punë, edhe ti do kesh 5.000 euro fitim ose 10.000 ose 15.000 euro në fund muajit, ti nuk e ke asun as ti as kush do të jetë, nuk e mendon atë rrezikun që do kaloje gjatë asaj rrugës për të shkuar taj lek që do t'japet dikush. Dhe ky është gabimi që unë e kam bë, edhe e bëjnë akoma edhe shumë të ri këtë gjë. Sepse duke mendu se jo po puna e pastër nuk ta jep atë mundësinë, atë fitimin, jo edhe puna e pastër ta jep. Por nuk do ta jape sot mas një muaj, ose sot mas 3 muajsh ose mas një viti. Çdo gjë do në afatin e vet që ta rrisish atje ku duhet. Shiko, unë kam qenë gjithmonë i këtij parimi që po thotë që do të më qenë durueshëm për ta pritur edhe fitimin. Po më parë duhet dhe investim. Dhe investimi nuk është vetëm në lek, se kur ishim të ri nuk e kishim ndoshta mundësinë me investuar në lek ose në vlera monetare ose në të mira në infrastrukturë materiale. Po ky durim është shumë i rëndësishëm. Duke të njohur sot unë e di shumë mirë durimin, qasjen që ke ti ndaj të mirave që ke shumë mira, se ke një familje të mrekullueshme, ke vllajin, ke prindit, ke shoqërinë, ke punën e ke të gjitha. Do të doje shumë ti marrin pak me radhë. A më kupton se duke qenë se ti ke arrit në një pikë për shkakun që vetë reflekton, kupton gabimet e shkuarës e gjërat. Nuk të thotë që ky ka qenë gabimtar i madh, ose mos kujtoj njerëzit sikur kemi marrë këtu për me boti një autokritik, Thjesht Leo është një djalë shumë i suksesshëm si këngëtar, se mos të keq kuptohet. Se mund dal sikur ti ke ardhur këtu me qa të shkuar. Është realiteti i jetës sonë, sado që do ta fshehim apo mos ta tregojmë, është realiteti i jetës sonë. Edhe gabimet tona duhet t'i mbajmë përgjegjësi për to. Por ashtu ajo që thua ti, njeriu bën gabim, po nga ai gabim duhet të reflektoj 10 tjera, 10 mira, jo të këqija. Kështu që nganjëherë është e nevojshme që dhe robi të gaboj, sepse nga fjalët e tua ose nga fjalët e dikujt tjetër nuk bazohet në atë që mund t'i ndodhe. Ama kur ta ndjeje veten gabim, thot mos, sepse e bëra këtë gjë. Edhe nuk ja jep mundësinë vetes për të gabuar përsëri. Kjo është ajo që unë mendoj. Po ke edhe nga ata njerëz që ju duket e mirë ajo rruga e keqe sikur mu dukte mu dikur. Domethënë që fliste babi, mami, gjithkush e kupton, mos është gabim kjo, mos është gabim kjo. Jo, mos ka, kjo është rruga e mirë. Aty kur u djega si thon asaj fjalës që digjet bari një për të thatin, aty e kuptova. Po mirë, me që përmende tani, babi, mami flisnin, këshillonin. Si ishin reagimet tuaja? Reagimet e mia gen ose mendimet? Reagimet e mia gen ose mendimet vinin nga ajo që unë shihet e dikush tjetër. Si për shembull, unë mund shifja Genin që është një person i suksesshëm. I suksesshëm apo me lek? Prit, i suksesshëm do thotë që ai edhe me lek. Sepse suksesi të sjellë fitimin. Atëherë unë nëse shifja Genin thoshun pse çka ka Geni më shumë se unë, por Geni mund të ishte një person që mund kishte pas mundësi financiare më shumë se unë dikur, dhe sot normal që e ka një kat rrugë ose ka bë diçka, se kjo tash çdo gjë në jetë është si puna e bingos. Luan me numrat e jetës dhe një moment të bjen për mirë ose për keq. Një moment i hub gjitha, një moment mund të fitoj shumë. Por unë për vetë s'kam fituar si gjë nga ajo lloj jetese që kam kërkuar me bë. Sot falenderoj të madhin Zot, sepse kam shumë miq, kam shumë rreth mirë, kam njerëz që janë njerëz suksesshëm, sikur një ndërtoi edhe ti. A kupto? Kështu që për mua janë gabimet që i kam bën rini dhe më tham nga një anë i thonë nuk ja fal vetes.
Nuk ja fal vete sepse mund kem mas gabimeve kam harxhu kohën më të bukur të jetës. Edhe koha më e bukur e jetës është në qenë në gjimnaz deri në moshën 25 vjeçare. Ta them seriozisht këtë gjë, domethënë që mosha më e bukur e jetës është aty. Sepse nuk ke përgjegjësi për jetën. Je si të thush zog i lirë. Shtekton, jeton, shef, dëgjon. Dhe unë atë kohë e kam keq përdoru. Por sot më mirë si thënë asaj fjalës, më mirë vonë se kurrë. Jemi në kohë akoma. Unë mendoj që njeriu ka drejt gaboj. Ama njeriu nuk ka drejt përsëris gabimin. Ma kupton? Sepse përsëritja e gabimit bëhet pjesë e karakterit pastaj. S'ka gjë këtë herë, justifikon veten herën tjetër, ky gabim le të falet, si do rregulloj, si do ndryshoj. Dhe unë faktikisht ty të kam njoh nuk ka shumë vite, por si një djalë shumë shembullor. Edhe kur më ke thonë ti mu, domethënë këto gjërat mu më duken nganjëherë si ato filmat që shohim edhe më duken ndoshta edhe pak si më thën të pabesueshme, se unë realisht nuk kam bërë njëherë jetë kështu si thotë, gjithmonë kam qenë si më thën ai djali i mbar, kam mësuar, kam shkuar në shkollë me edukate, gjëra këto. Por që më pëlqen shumë dhe më bën shumë qefi që po del, domethënë pa pikën e problemit dhe pa tu dritë syri fare me pranu veten siç ishe dhe veten që je sot. Se siç e the ti, më fal se mos të ndërpres. Siç e the ti që nuk e fshim dot të shkuarën. Sado që të mundohesh nuk e fshin dot. Ne kemi në dorë ta rregullojmë të ardhmen. Të shkuarën ne nuk e fshim. Nuk heqim dot asnjë pikë, asnjë presje nga ato që kemi bërë, ama kemi në dorë të rregullojmë ç'a vjen. Shoh shumë persona gen. Edhe kjo është një realitet shumë i gabuar për mua. Shoh shumë persona kur thon, "Ha mos e djali i filanit ashtu e ka sepse e ka marrë këtë edukat nga familja." Jo, gëna shumë gabim ajo, ai me lloj mendimi është shumë gabim. Nuk të thot familja ik merru me drogë. Nuk të thot familja ik vjedhet në Itali ose bëj gabimet në Itali ose kudo që ti jesh. Kur nuk ti mëson familja këtë gjëra. Është thjesht mendimi i triut që do të bëhet dikushi për pak ditë. Edhe kjo për mua është gjëja më gabume. Edhe është mendim shumë i gabuar nëse do ngjej di kanë duke thënë, "Ha mos e gen beja fjala bjen, është çuni i filanit dhe çuni i filanës, ja ka marrë edukatën familja." Jo, çdo familje mundohet për të mirën e fëmijës vet. Edhe çdo familje shkatron veten që fëmia të bëhet dikushi. Por është rrethi ka rreth shoqëror të mirë, ka edhe rreth shoqëror të keq. Nëse ne dy do rrim bashkë, do jena shok të mirë bashkë, unë nuk kam si të dal i keq, ose ti nuk ke si të bësh i keq, sepse ne dy kemi një plan jetese për të ardhmen me gjëra të mira, si të them, me punë, me dinjitet, jo me pisliqe. Edhe për mua kjo është ajo që disa njerëz e kanë shumë të gabuar me këtë lloj mendimi. Duke u bazuar, ha mos e çuni filan. Po i ka ardhur gen sepse njerëzit nuk i konceptojnë gjërat ashtu që sikur i koncepton ti, ose unë domethënë që mund kena gabu vetë një jetë. Thjesht ja fusin si 7-13 si i thojnë, ha mos e çuni filanit, ku pat me marrë edukatën, kjo jo mërë jo. Për mua është ide e gabu me kjo dhe nuk e vën askush veten në kamp tuja për ta logjikuar ashtu si ti e përjeton. Shiko, unë kam gjithmonë pyetjet që më vinë komplet rastësisht nga bisedat dhe nga këto. Nuk e di nëse të mblejosh ta përmend që Patjetër. ta thash edhe rrugës që në momentin që ti do përmendësh këto sfidat dhe gabimet e rinis, duhet të përmendim edhe faktin që janë shpaguar këto. Se shumë veta mund të keq kuptojnë dhe mund të thonë, ky Leo ka paguar për gabimet e veta. Kështu që po dush mund na Unë në vitin 2024 me 22 janar, në 5 mëngjesit, mund vinë policia te shtëpia. Për diçka që thjesht nuk mund të them se mund të jem as lugë lame si thojmë në fshatarët. Thjesht për diçka që kam ndodhur në vendin e gabuar dhe kohën e gabuar. Edhe
më kujtohet si thash ajo pjesë domethënë. Vjen babi të më tërheqe në njënin krah dhe më thotë çka ke bën thot. I thash asnjë gjë, i thash, mos u tram thash për asnjë lloj gjë, i thash se jam i pastër, a kupton se më kapin edhe emocionet tash. Më kanë kap mua emocionet. Aty ka qenë pjesa ma e errë që kam kalu në jetën time. Unë jam i vetmi që kam vujt me gjana, se ka sa të dush që vujnë edhe për gjana se s'kan hake hile si i thojnë. Por ajo ka qenë pjesa ma e vështirë e jetës time. Përfundimisht, unë burgosëm, akoma vazhdoj t'jem me paraqitje në shtet, për gjana që nuk du t'i përmend fare, sepse më plas shpirti gën, sepse këtu në realitetin e jetës sonë, e vërteta burgoset dhe gënjeshtra merr vlerë. Kjo është edhe një pjesë e një këngës time që unë e kam pas bërë dikur, por e kam heq për arsyet mia. Sepse sot nuk ka vlerë e drejta. Si sot një fjalë e urtë po ke lek, edhe rrenën ta beso kushdo. Për mua ka qenë një moment shumë i vështirë, më kujtohet si tash kur kam taku familjarët e mi herën e parë. Unë jam 27 vjeç, të bëj 28 për pak muaj si thonë. Jam mundu me maj veten gën me gjithë llojt e mënyrave, a kupton, mos me ul autoritetin tim. Po kur kam pa familjar, domethënë që të ndan një kornizë xhami me to. Dhe ti e di se ke për të shku mu në qeli prap. Dhe familja do jetë e lirë, aty për mua reflekton çdo gjë. Një që i ka dy parë mend si thonë, reflekton çdo gjë. Edhe aty ka qenë momenti i vetëm që unë kam qenë mjet time, si më kanë shku lot. Jam mundu me moj vetëm me çdo lloj mënyre, po s'kam mujt. Kështu që sot, du me thënë vetëm kaq, mos i hyni asaj rrugës saj një tri. Me thënë drejtën, tash nuk e di apo kam emocione apo kam ftoft, por që thon po dritën pa ftoft, nuk para kam përgjithësi, kështu që ta thash edhe një herë, vlerësoj shumë faktin që bën autokritik. Gen, me mua di si është problemi, gen, se ne jemi shok, kemi fol, kemi bisedu, edhe do vazhdojmë bisedojmë prapë. Problemi është se unë flas me fjalë shpirt dhe me fjalë që unë i kam përjetu, nuk i kam dëgju. Çdo gjë që unë po ta them këtu e kam përjetu. Po të shofish babin ose mamin, do thënë, ti u shku lot për gabimet tuaja, ose sikur në këtë rast jam unë për gabimet e mia. Nuk e di, ma mirë do të kisha thënë Zotit, ma mirë merr fare se sa mi pa të dy të qau për gabimet mia. Edhe kjo është ajo gjitha që njeriu nuk do ta shojë veten në atë pikë. Ke mënyra sa dush mi bë krenar. Nuk është vetëm ajo rrugën, ne ekzistojnë me qindra rrugë. Ekzistojnë me qindra rrugë aty. Nuk duhet bazohet njeriu, është vetëm kjo rrugë. Rruga, kanë thënë ajo, rruga shpejt të del më gjatë se ajo që është më gjatë se si mbaron kur. Bravo. A shkollaj të hysh në atë rrugë, për problemi është se si do dalësh, apo s'do dalësh edhe fare. Jo, ta kthejmë pak historinë. Me thënë drejtën, se e shoh që po mallëngjem shumë edhe unë edhe po emocionohem, me thënë drejtën. Leo është një këngëtar shumë i mirë. Klipet e bojor. Nga Genbeja. Leo është një këngëtar shumë i mirë. Përgjithsisht kënon balada, por dhe këngët popullore që njerëzit kaq shumë shef kanë të kërcejnë. Tash i dalim i çike kërcimet, Patjetër. Edhe un kam shumë shef edhe kërcimet. Lëre, nuk ka problem. Dal kush dal, asnjë lloj problemi s'ka. Tu di çik si ka filluar karriera jote si këngëtar? Karriera ime gen, M'fal. Të dal kush doj, edhe vite edhe gjë, nuk ka asnjë lloj problemi, jemi në terren këtu. Karriera ime gen ka nis në moshën dikun ke 11-12 vjeç. Sigur ta thash edhe në fillim, ëndra madhe që kisha, pasioni i madh që kisha, do thënë, e kam luftu me shpirt të arris këtë gjë që sot po e ndjek. Më kujtohet si sot kur babi më ka bler një laptop me 1 giga RAM dhe me 128 giga hard disk, mos gaboj, ma nuk e di domethënë, që nuk më kujtohet shumë mirë fiks viti, po domethënë kjo moshë ka qenë 11 ose 12 vjeç. Për mua ka qenë ajo kur kam pa laptopin të shtëpia, për mua ka qenë si të them ty, sikur nuk e di, më sigurt kem MacBookun e fundit sot në dorë, kupton? Ose tjetë të plotësuar një ëndër shumë e madhe. Edhe më aq mis sa kisha, edhe me nga interneti normal, un kam
pata saju ca muzikë të asmash atëherë. Edhe karriera ime nisi si DJ. Po. Kur iksha, më ka ndodhur për bile me një dasëm në Lash. Shkoj atje, shkoj aty dhe jap dorën zotit shtëpisë, babait dhëndrit, si thënë, jap dorën. Edhe thon për harë trashëgohet çuni. Po un laptopin tash nuk kisha çan laptopi, e kisha laptopin në çam shkolle. Edhe më thotë, "Xhas, po ti ku po shkon thot mu?" I thash jam DJ, më pa kështu herë. Ti tha DJ? Po i thashën jam. Nëse i hym asaj, po pasioni që ke, domethënë ta nxjerr diçka të bukur, ka të bëj edhe ke njerëz, se ishin njerëz me të vërtet qefit, njerëz të haremit. Edhe kur ka marru dasma, kret ka ardhe, më ka marrë më kraha, më ka puth, edhe më ka falë më mos gabon 50.000 lekë më shumë atëherë. Po ishte diçka që, a kupto, burr, ti shofish 200-300 vetë ndasën para vetë, mund më zor shifja laptopin nga as i vogël sa isha. Edhe ajo më dha shtyzën, më dha forcën, po gen një ëndër, sikur the edhe pak më para, nuk duhet me ndjek vetëm për lek. Leku është me të vërtetë i domosdoshëm sepse sot në këtë kohë që ka ardhur pa lek s'mund bësh asgjë, kuptoj. Sado që të kesh mish rreth, leku është i domosdoshëm. Po njeriu duhet të ketë edhe fytyrën dhe autoritetin. Sepse kur ti ndjen një kënaqësi dhe ti vlerësohesh, sikur ti je pjesëtar i një familje atje ku ke shku për punë, leku shumëzohet me zero në atë moment. Ti je vetë kameraman dhe të kanon shumë dasmë, si i thojmë. Unë nuk besoj se as ti dhe as unë nuk shkojmë deri në momentin që kemi shku të shtëpia ose të lokale, kudo që ti je, ti shkon për punë. Por momentin që ti je shef dhe vlerësor si ti je një pjesëtar familje, besoj se nuk e llogarit leku në atë moment. Unë e kam thënë edhe herë tjera, kam pas një DJ mikun tim të ftuar. Momenti më i bukur çdo dasme që unë kam bë, është kur vjen ai pari shtëpisë, siç e theti, dhe të përqafon dhe të thot faleminderit, a kupton? Kjo është ajo, bra. Kjo është domethënë, sepse vlerëson ty si person. Pastaj vjen si profesionist, se nuk e ka paça ai këtu. Deri në momentin që Fix. ka dhënë atë qasjen afrimitetin. Po mirë Leo, do më thush pak pse këngëtar? Pse se vazhdove DJ për shembull? Këngëtar. Gen, unë e maj men që fëmi, dhe me thënë që kur ikshim shumë në dasmë ose në net vallesh, knoja me zanë dytë me këngëtarin, me DJ-et, dhe mersha mikrofonin dhe knosha. Por në 2017-ën, jeta ime mori kthes komplet. Më thot një shok i imi që sot është në Amerikë. Mund t'ja përmendesh emrin, ta përshëndesje. Po, Robert Vola e ka ai. Ajo mos qoftë ajo ku është. Ja, sa e kam shumë shokë du fort për zo, jemi rreth bashku. Më thot, kam thot një problem thot me dikan. Çfarë problemi ke unë? Kur thot jam ngatru thot me dikan thot do vish apo jo? Po tash është normal se ne ishim rrit bashku burr, ma kuptoj momentin që ti e njeh dikan, normal se s'mund ta lësh mbal, po i tham do vi. Nëse ikëm aty kur na shojmë i dhënë aty në Tiranë, ki lokal aty, sos vetë s'disha gjën se s'është lokali i muzikës atëherë. Për zotin jo. Edhe vjen te këngëtari më na përshëndet, edhe i tham, "A do më hapesh tash mikrofonin?" Thash, "Ti kënojmë thash një 2-3 këngë për shef." Por vëlla më thot, "Mua dy thot, po e thash ta provoj herë." Kënova 2-3 këngë unë edhe ka që dhash mikrofonin, sa me kaluat me sin teme, po. Kur vjen pronari më thirr mua thotë, "Shoku thotë, do vish aty sekond thotë aty jashtë." I thash, "Po do vim vëlla, pse të vim jashtë në Shabana?" Kisha thotë diçka me bisedu me ty. Po i tham, "Ndal jashtë aty." Edhe thot, "Kënove mirë," thot. "Faleminderit," i thash. "A je interesuar të për punë?" I thash, "Jam," i thash, "interesuar për punë." "Ç'a veni thotë ke shtëpi?" I thash, "Në Lezhë," thash, "në Shënkoll." Thot, "Mirë," thot, "nesër në orën 9 gjys darkë sot ti ashtu." I thash, "Faleminderit," thash, "për ideje, po unë thash nuk kam makinë thash me lëviz." S'me të vërtetë nuk kisha. Thot, "Okej," thot, "nesër pra në orën 8 gjys darkë sot ti je gati," thot, "se do vjet marrën." Në Tiranë. Po. Aty masanej unë fillova punë për një afat 10 ditarsh. Për 10 ditë. 10 net si ta këtë ishte punë natën. Edhe ndodhi diçka aty, iku gjithë stafi i muzikës, ngelen vetëm unë dhe një këngëtare tjetër. Edhe më thot, "Leo, thot, nuk du të ma lesh punën sepse ti je shef se si po më vjen problemet." Sepse jeta natës ka dhe probleme. Masanej aty do me thënë që e fillova punën e këngëtarit. Kam pas përbuzje nga shumë veta gen, se nështë do shama bo këtë pyetje, po... Desha me bo pyetja radhës ishte Kam pas... Këtajnë që kështu të shi. Ne jemi mi si thëjnë edhe për te podcastit ne kemi folë shumë. Gen, ke përbuzje gen.
Ha, ma u bën filani këngëtar. Ha, ma ato ecë përpara Oh, filani. sa e kam gjumë këto komente, gjona për vete. Nuk i kuptoj pse njerëzit nuk e suportojnë dikën që e shohin duke ecë përpara. Nështë duke fillu dhe nga rrethi jonë më i afërt. Të flasim pa dërashka tash si thënë. Por e di si thënë asaj fjalës së gen. I thënë asaj fjalës se rrugës suksesit nuk ke kanë mas vetit. Ama kur shkesh atje ke finishin fund, do i kesh gjithë duke brohërit. Po pra, po atë shijon këtë brohëritje tani? Jo. Më duken thjesht manipulator. Kash, asnjë gjë më shumë. Se unë e bëj shumë vetëve këtë pyetjen që e ka një karrierë edhe kanë vujt gjatë ndërtimit të karrierës. Edhe vjen një moment që arrihet ajo pika. Si që jemi sot për shembull, që kemi arrit disa gjëra. Për te modestisë. Faleminderit Zotit po. Për te modestisë, me Zotin pare kemi arrit disa gjëra. Po, ajo krenaria që kanë këto njerëzit tani sikur e shef tjetrin, na kupton, edhe thosh që ora ai ishte ky që nuk më vlerësoi, pa edhe tallej në fillim. O gana të kujtohet një rast kur po bëshim bashkat videoklipin e këngës Xhan Xhan. Këtu e kemi po. Këtu kjo pjesa këtu domon vendi që zgjedh këtu zgjedh sepse Leo kemi dëgjuar një nga klipet e Leos. Bravo. Jo këtu ky vend këtu kemi pikërisht tani kemi bën baladën e parë. Xhan Xhanin e kena bën pa atje pak më përtej, edhe ka qenë edhe një pjesë lokale, po nuk e di as më përtej. Po pra që ngela unë me makinë. Bravo, atje. Kam ngelur me makinë. Iku 50. Kam ngelur me makinë. Ajo pra që ishim me motorrat me atë shumë djalë mirë. Emri nuk jam më mend, po shumë djalë mirë dhe e përshëndes ai. Atë vëlezha, atë adrenalina. Edhe atë kujtot gënë që shkuam atje për atë pjesën e motorit ujtit. Po, atë lokalit e. Bravo. Aja është shumë djalë i mirë. Momentin që i thash më duhet për regjisor si më tham duhen 60 euro, edhe sa i thash i du për këngë, tha merra pa lek. Edhe nuk e kishte për çështje marketingu ose s'kishte nevojë fare për marketingun. Jo. Ai thjesht në suport të artistave. Po, kështu që unë atë domethënë e falenderoj. Për mua ajo gjë vlen sikur, domethënë çka ku i ke 10.000 euro tani, merri, i them jo. Sepse një fjalë e mirë sot ose një thjesht një ndim shumë e vogël, një moment duhet. Të jep kurajo më burr. Dhe sot pikërisht njeriu ka nevojë për kurajo. Sa njohje mund të ditë që kanë mundësi financiare dhe thjesht nuk kanë kurajo për të vazhduar diçka. Kush kanë qenë mbështetësit më të mëdhaj të karrierës tënde? Karrierës tënde, domethënë profesionale, nga 2017 që the ke kënduar herën e parë e mbrapa. Po të them asnjë si do të më besosh? Po më burr se e kam vujt vetë këtë lloj gjëje. Again, jo se du ti hedh poshtë ose ti nxjerr kesh. Por menimi i familjes tonë për tonë nuk e di, por unë besoj për familjen time kështu. Menimi dhe intuita familjarëve tonë është vetëm të punosh për një rrogë. Jo të punosh për ëndrat e tua. Ose për qëllimet që ti të mundesh me arrit në jetë. Sepse a ke vure kur thonë hamër burr thotë se në festë do të s'ka dal kush këngëtar ose s'ka dal kush kameraman. Jo kam babin. O bane ti. A kupton? Po të dalësh ti. Ha pra, kjo është. Shiko, për kjo puna. Ngjo, ti bën një parashtrim një herë, nuk ka prind që ta thot për të keq. Po problemi i brezit prindërve, praktikisht prindërve thonë është që janë rrit me shumë frikë. Edhe kjo frika i ka shtyr gjithmonë të na nxisin drejt diçka e sigurt, drejt rrogës. Që ta dish ti un kam sakrifikuar 5 vite universitet për më marrë me punën që bëj. Edhe sfidat më të mëdha që kam pas gjithmonë, domethënë, kanë qenë shkolla, unë kisha studiuar inxhinier, mund të kesh super rrogë, blen shtëpinë, ama nuk e mendonin ç'a do njeriu, ç'a doja unë. Tani e kuptojnë shumë mirë sepse unë kam në aspekt profesionale gjitha, por domethënë familja nuk niset nga dashakesia, niset nga domethënë mundohen t'japin atë mënyrën ose gjërat se si mendojnë vetë. Për mua gën rroga është me të vërtetë gjë domosdoshme në familje. Flasim drejtën, se po se pati i bazë dikun, është problem sot. Për mua rroga është ajo që të përshëndrat. Nëse po të kishim dëgjuar fjala bie familjar ton duke thënë mos bëj këtë, mos bëj atë, sot do ishim thjesht një punëtor, pa dash më ofendu askan. Absolutisht mbotja. Do të ishte thjesht një punëtor që do punoje për një rrogë dhe çdo ëndër apo çdo lloj qëllimi që ti të kish në jetë, do lësh me një renancë i thënë. Unë për vetin nëse mas nesër do kem familje me nimin e Zotit, ashtu siç ke edhe ti. Unë nuk do t'i them fëmijës tim
bëhu rrugtari dikuj. Jo, vlla, fare. Sepse sot, me kohën që kemi, ke sa dush mënyra që t'jesh i vetë punësuar, si t'ja themi. Qa dush, çdo lloj mundësie si ti ta bësh, e fundit fare vlla, nuk ke as shkolla, as zanat, e fundit fare një tuf baktish të vesh vlla. Po e di se je i lirë për shkak. Nuk ke nevojë të japësh askuj llogarinë vlla, askuj. Po jo të gjithë e mendojnë si ne. Edhe unë kështu si ti mendoj. Po ma mirë puna jote dhe do investosh për vetëm. Ne e themi kështu. Sepse ne jemi të gatshëm të rrim edhe me 0 lekë në xhep. Po. Kemi net me pa lekë. Po, me 100 herë. Ne kemi net edhe pa gujt shumë gjëna për shkak të ëndrave që kemi ndjek. Normalisht, jo me borxhe se i kemi shlyer, si më thon. Por që jo të gjithë janë e mendojnë, se ndoshta mund të jenë gatshëm, por nuk e mendojnë që vlen ai lloj sakrifice, si më thon, për me qenë i lirë. Se ka shumë njerëz që nuk dinë ta përdorin lirinë. Shumë vërtet. Se koha e lirë, sa e mirë, është edhe shumë përgjegjësi e madhe. Se koha e lirë nuk është të rish ulur. Koha e lirë nuk është ka të marrë telefonin me dalë se s'kam çfarë të bëj. Koha e lirë do të thotë me vetë menaxhimi i kohës. Po, unë gen kam ecë gjithmonë. Kam ecë gen me një thënie gjithmonë. Ulun në një tryezë që flitet për të ardhmen, për punë, për biznes. Jo në një tryezë që flitet për jetën e të tjerëve. Për Zotin. Që më thosh po kur ke fillu me këtë lloj ideje, shumë vonë kam fillu. Sepse tash edhe herë, nuk kena ditë me përdor ato që është na dhënë në dorë. Mundsinë që kena pas në dorë nuk kena ditë me fut në punë ose me menaxhu. Prandaj, pasojat pastaj vjen një mas një. Leo, do të bëj pyetje kështu i çik me spec. Sa është kilja specit? Atë kushtet të tje shiltit. Ti shka dhe dasma. Pa. Sa është bakshishi më i madh që ke marrë dasmë? Marrë bakshishi. Jo pagesare, për lekë që të edhe njerëz. Po e kuptoj. O gen, mu më ka ndodh, kam marrë 3.000, kam marrë 500. S'kam marrë atë asnjë, po asnjë shumë as t'i rradh, dalish pa bakshish. Por kur unë punoj bashkë me grupin tim. Do shih nuk po them se kam një band shumë të madh. Po çan si ka grupi? 2-3 vjet që jena në grup. Nëse janë 2 më shumë grup është. Po. Kështu që po kena marrë për 3.000, 2.000, 1.000, 7.000, varet. Po problemi është se nuk kam ecë kur me atë lloj ide se do më shkon dasëm, do shëdhem po më në bakshishin. Ose po shkoj në një marrje. Ishte pyetje kështu kjo, Po, e kuptoj me spec pra. Po, thash edhe herë, nuk kam shku kur ma atë menimin se po shkoj te geni se ka dasëm, aty do dal mirë bakshish. Sa aty kur kam shku për ma mirë, nështë s'kam dal edhe pas si gjan fare. Shiko, është një pyetje që më vjen gjithmonë, që një dasëm të dalë mirë, një aktivitet, një koncert, se kur erdhëm rrugës po flisim me ato që ishin i ftuar në Greqi për punën e Shën Valentinit. Duhet një bashkëpunim. Bashkëpunimin me bendin tat, me tjerë që bëjnë organizimin. Si funksionon këti kjo pjesë? Me ato që bëjnë organizimet apo me grupin tim? Që një event të dali, po të themi dasëm. Ka kameraman, ka DJ, jeni këngëtarët, janë kamarierat, është pronari lokalit, dekori, ndriçimi. E kuptoj, unë nuk mund flas për ato që nuk di. Unë di më thëmë për pjesën e grupit tim. Unë njerë me shmimet nuk ashtë se e kam vrasni. Ka pas rast që për shoqëninë time normal kam shku dhe pa pagesë fare. Sepse nuk është dhe gjanë që mund të na bëjë leku. Pavarësisht është gjanë nevojshme, po nuk është gjithçka leku sot. Po them rreth shoqënor, tamam shoqëni të pastër, a kupton. Po do të besot gjën që aty u kam shku dhe pa pagesë, mund të kem dalë dhe më mirë se të kisha marrë dhe pagesë. Kam pas respektin dhe dashamirësinë e gjithëve. Unë nuk mund të them se jam një këngëtar i famshëm ose dikush që kam unë situatë në dorë dhe janë një gjithë njerëzit mas meje, jo. Por bile më thonë shumë vetë, ke fillu me bë fansa. Jo, ajo është, për mu ta quaj dikën fans, është ofendimi më i madh. Nuk kam fans unë, as nuk du të kem kur fans, unë du të kem vetëm dashamirës. Miq. Nuk mund të them se mund të kem gjithë shok dhe shoqni që mund të hallet pi me to, por ama unë du të kem vetëm miq, edhe dashamirësi nga të gjithë. Për mua fjala ta quaj dikën fans i imi është ofendimi më i madh që mund bëjë një artist.
Jo, se nuk është në kontekstin e egër fjala fans. Pavarësisht se këtu në Shqipëri po e keq përdorin. Por që se fans ndoshta edhe mendoj edhe gabim. unë faktikisht si ti e mendoj, po ndoshta nuk e kemi provu shumë audiencën me qindra mira, se vetë ndoshta njeriu edhe mund ndryshoj. Po prap në kontekstin gjithmonë të dashamirësisë. Po pra. Jo me Po mendimallësi. unë ta quaj di kanë fans, se nuk e kam as nuk e mendoj atë gjë për zotin. Leo, kush është hapi jot i madh i radhës në muzikë? Havi i madh i radhës. Po gen nuk e di si ta them këtë gjë sepse njeriu me të vërtetë s'me një planer. Po planet që bëjmë asnjëherë s'na dalin. Unë du shumë, po ndoshta sa rrisa si gjë. Unë kam vetëm një plan, mos dërzohem kurrë. Kjo është vetëm qëllimi dhe plani im. Ma është mundësi sa do kem, ndoshta do ngelet edhe pa lek në xhep fare, ama atë 5 lekë që do ta kem do ta investoj aty ku duan. Edhe ju them gjithë rinis ose kushdo që do ta shohë këtë podcast, or mos mani lek në xhepër. Po të marrësh lek në xhep është gabimi më i madh në jetë. Investoje vëlla, aty ku të pëlqen ty investoje. Çfarë do lloj gjëje që ty të pëlqen investoje shok. Leo së fundmi, jo së fundmi, po themi 2025 e mrapa, ka investu në klipe. Ka bërë disa këngë. Po. Dje, me datë 12 shkurt, para Shën Valentinit, doli klipi më i që ja kam bërë klipin. Kënaqem shumë, kënga shumë e bukur, edhe kam pa që të kanë mbështet shumë vetë. Mbështetja sot shifet me shpërndarje, da? Në këto shpërndarjen e këngës në story, në Facebook, Instagram, gjitha. Si do t'i falenderosh të njerëzit që të mbështesin kështu? Oken, falenderimet janë thjesht fjalë. Ata mund ta bëjmë gjithmonë, duke thënë ha faleminderit ti, faleminderit atij. Unë di me thënë vetëm kaq, jam shumë mirënjohës që e kam atë rreth njerëzish afër dhe më ka beku Zoti me to, seriozisht. Ndoshta nuk i kam gjithë thashë edhe rreth të afërt, ose shoqni tamam shoqni që rri për ditë me to, por ato që kam unë uroj çdo të mirë dhe unë për vetes jam i krishterë, unë shkoj çdo të martë gati te kisha 7. Edhe një qiri e ndes gjithmonë vetëm për ato që më duan të mirën. Lutem si për veti për to. Them Zot për ju marr dhe atyre që ma duan të mirën mua. Kjo është një vlerë shumë e madhe që shumë njerëz e kanë. Olea, bashkëbisedimi me ty nuk do kishte fund. Jam i bindur për këtë pjesë, se me thënë drejtën jam emocionuar dhe unë shumë. Mund të flasim prapë për tjetër, por për efekt kohe ne duhet edhe ta mbyllim. E vlerësoj shumë, edhe sinqerisht u kënaqa. Kam marrë shumë edhe unë, edhe pse unë pak më i madh se ti në moshë, por kam mësuar shumë gjëra prej teje. Të falenderoj jashtë masë shumë që more përsipër të shprehësh mendimin po bazuar mbi fakte edhe t'japësh një mesazh. Për ta mbyllur do doja një mesazh prej teje. Nuk kem po mesazhin do ta them unë, por do të them edhe unë këtë gjë se sot edhe pse jemi taku disa herë, kemi bën muhabet disa herë, kemi bisedu disa herë. Për mua sot çdo fjalë që e kam thënë ta dish se ka qenë me shumë emocion. Shumë seriozisht po ta them këtë gjë, domethënë që është tjetër gjë ndoshta sa të fikim kamerën do flasim prapë më të qetë. Po çdo fjalë që kam thënë sot ta dish se ka qenë shumë fjalë me emocion. Edhe për këtë të falenderoj që mbone pjesë të podcastit tën. Shpresoj që të kesh edhe ti marrësinë edhe ta bëv Zoti marrë do ti aty kudo që të shkosh edhe kudo që të investosh. Atëherë gjen një mesazh për gjithë. Siç e them edhe për veten dhe për çdo. Mos të hynë rrugë zgabuar me qëllime se do bëhen dikushi. Thjesht do të fundosin veten pa ditë gjë se çfarë të bën. Mesazhi im është këtë që të ndjekin lumaj që ndjek shkollën më radh parë, se unë se kam ndjek për vete. Ndoshta nuk ka për të arritur kurrë gjë në jetë, por do të jetë një njerëz me shumë inteligjencë. Por edhe investimi aty ku siç e thash pak edhe më para, investo aty ku ti ndihesh më mirë. Mos dëgjo asnjë lloj personi tjetër. Nëse ty duhet rruga dur për të investuar dikun, investoje. Por mos prit se do kesh një mbështetës nga mbrapa që do të thojë ec përpara se më ke mua. Më kujtohet gjen një fjalë jote se pas gjasim pak a shumë. Jo, nuk ka problem, zgjidhe. Më kujtohet një fjalë jote gjen kur jemi taku për herë të parë. Ti e di shumë mirë se ku jena taku bashkë për herë të parë.
Më ke thënë ti vazhdo bëj këngë se për klipet do të ndihmojon. Edhe ajo fjale jotja për mua sot vlen sa të më kesh bën 5 milion klipe. Vlen gen sepse njeriu i mirë nifet në ditë vështira, sepse kur je mirë i ke gjithë afër. Dhe për këtë thash edhe herë, unë jam shumë falendërues ndaj teje. Edhe pse këtë biseda me ty ishte mesazh fakt. Kjo e fundit gjithashtu na jep një mesazh ishte thjesht për një përmbledhje. Mendoj që kushdo që e ka ndjekur deri në fund ka marrë dhe ka mësuar shumë prej teje. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Gjithashtu që ishe kaq i mirë, që s'kisha dyshim ndryshe. Kas delikat. Jo delikat fare. Edhe të uroj vetëm mbarësi edhe lart më lart. Edhe nesër kur nisësh se do nisesh nesër për Greqi. Faleminderit. Rrugë të mbar edhe vetëm me sukses. Unë ngen di them vetëm këtë. Gjithçka që ta tregova këtu nuk është se unë e kam dëgjuar dikon. Thjesht e kam përjetu nga jeta jeme. Edhe këto gjëra që unë i kam përjetu nuk duhet që ti përjetoje një djalë i ri dhe të baje familjen e vet me vujt. Më radh parë do vuje vet, pastaj do vuje familja. Kështu që shpresoj vetëm marrësi të kenë gjithë inshallah. Kam edhe një thirrje gjithmonë, mos harroni të bëni subscribe për histori të tjera dhe mesazhe të bukura si këtu. Na bëni subscribe. Edhe shpresoj që do të më thirrësh prapë, se më ka pëlqyer, Unë jam i hapur, nuk e dorë kemi vetë. Kështu që edhe ju të tjerë që sa emocione gen për Zotin, nuk e di. Kush ka dëshirë që të ndaje jetën e tij, ja ka personin e dur, pra që është Genbeja, që bashkëbisedimi nuk do jetë si një intervistë, por do jetë si në kafe. Kështu që ju mirëpresim. Gjithë. Lea, shumë faleminderit. Gjeni edhe nga ana jote.